Kleksani dhe 2 ilaçe tjera antikoagulante që kërkohen shpesh nga qytetarët tani mund të blehen nëpër farmaci me recetë. Nga tani ato mund të blihen nga qytetarët shumë fish më lirë. Kështu njoftoi sot drejtori i Fondit Shëndetësor në largim, pasi së shpejti do të kalojë në krye të Ministrisë së Shëndetësisë Sasho Klekovski. Dikoagulantet e para janë në rangun e çmimeve nga 1160 deri në 2700 denar, në varësi të dozës dhe shkallës së terapisë, ndërsa tani do të jenë në dispozicion vetëm me participim nga 160 deri në 240 denar në varësi nga doza. Një nga brendet do të jetë në dispozicion pa bash pagesë, kurse e dyta me pagesë shtesë. Megjithatë, qytetarët që kanë sigurim kanë mundësi të zgjedhin ilaçin. Koagulanti i tretë njoftoi ai është në listën pozitive të barnave për herë të parë, ndërsa të njëjtin e përdorin nga 6.000 deri në 10.000 qytetar. Deri tani ai ishte në rangun e çmimeve nga 2.000 deri në 2.200 denar, ndërsa tani do të jetë në dispozicion me participim nga 160 denar. Në periudhën fillestare do të ketë pagesë shtesë nga 105 deri në 505 denar, në varësi nga doza. Në dozën më të përdorur, e cila është 30 tableta nga 10 mg, kursimi për qytetarët do të jetë 1.752 denar, nga janari viti 2027. Ky ilaç do të jetë i disponueshëm pa pagesë shtesë, vetëm me participim. Megjithatë, sqaroi se të 3 ilaçet merren vetëm me recetë të dhënë nga mjeku specialist. Klekovski bëri me dije se për të gjithë pacientët që kanë blerë Kleksan pas një korrikut, fondi do t'i rimbursojë paratë vetëm për këtë periudhë. Enoxaparin, ku bën pjesë edhe Kleksani, dhe natroparin janë ilaçe që përdoren në fazat akute, para dhe pas operacionit për të parandaluar trombozën venoze, edhe përdoren edhe në gjendje të caktuara gjatë shtatzanisë. Deri më tani ato ishin të disponueshme me rimbursim nga Fondi Shëndetësor, ndërsa që tani janë të disponueshme në listën pozitive me recetë. Konsumi vjetor i tyre është rreth 100 milion denar në total.